Misioni ODIHR do të sjellë 300 vëzhgues për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor të 11 majit, monitorimet e votës së diasporës në fokus krimet elektorale. Kryeministri Rama premton furnizim me ujë 24 orë deri në fund mandatit 4. Qeveria nuk ka shkop magji, por krahasuan ndjeshëm investimet. Përkujtoi 34 vjetori masakrës së 2 prillit në Shkodër, Berisha i quan 4 dëshmorët e demokracisë frymëzim për të mposhtur Ramën. Mirdita, Sonja dhe Zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. 300 vëzhgues do t'jenë në teren për të mbikëqyrur procesin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Ambasadori i ODIHR Zanier bëri të ditur për mediat se monitorimit nuk do t'i shpëtojë as vota diasporës, që nga momenti mbërritjes së zarfeve në aeroport. ODIHR nis sot misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve për parlamentarët e 11 majit në Shqipëri. Ambasadori Lamberto Zanier gjatë një konference për mediat në Tiranë bëri me dije numrin e vëzhguesve që do të stacionohen në 12 qarqe të Shqipërisë. Për ditën e zgjedhjeve do të kërkojmë 300 mbikëqyrës afatshkurtër që do të vinë në Shqipëri pak para zgjedhjeve. Në ditën e zgjedhjeve do të ketë një komponent më të gjerë të vëzhguesve, vëzhgues nga Asambleja Parlamentare OSBE-s, Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Qëllimi i këtij misioni do të jetë vlerësimi i kryerjes së këtij procesi nëse do të jenë në përputhje me angazhimet e Shqipërisë ndaj OSBE-s dhe detyrimet të tjera të Shqipërisë, si edhe përputhja me legjislacionin vendas. Sipas Zanier, një vëmendje veçantë i kushtohet edhe zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga ODIHR në proceset e mëparshme zgjedhore, ai u ndal edhe tek plani i hetimit nga SPAK. Bashkëpunimi me autoritetet është i rëndësishëm, por gjetjet tona do të ndahen përmes raporteve zyrtare. Ambasadori zbuloi se misioni do të caktojë vëzhgues të posaçëm sa i takon votës së diasporës, që nga momenti i mbërritjes së tyre në aeroport. OSBE ODIHR pritet të publikojë një raport paraprak me gjetjet kryesore të procesit një ditë pas datës së votimit. Fletët e votimit për diasporën pritet të mbërrijnë në Shqipëri brenda 8 prillit për të shpërndarë më pas në vendet ku do të votojnë emigrantët. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Cilibashi, tha sot se parlamentarët e 11 majit pritet të shprehin vullnetin e tyre me vota afro 246.000 emigrantë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se ka nisur zyrtarisht shpërndimi i fletëve të votimit për zgjedhësit nga jashtë vendit në parlamentarët e 11 majit. Gjatë një komunikimi me gazetarët, kreu i KQZ-s, Ilirian Cilibashi, njoftoi se fletët po printohen nga një kompani slovene dhe se brenda datës 8 prill pritet të vinë në Shqipëri. Midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill. Është kohë e mjaftueshme për t'i dërguar zarfat, për të dhënë kohë rreth 3-4 ditë dhe diku dhe më shumë ditë zgjedhësve nga jashtë për të vendosur, për të bërë zgjedhjen e tyre pra për të plotësuar fletën e votimit. Sa i përket mënyrës së votimit, Celibashi u shpreh se KQZ ka përgatitur edhe një udhëzues që do të lehtësojë votuesit. Po ndërtojmë një sistem të ndihmës dhe të këshillimit për votuesit nga jashtë, për rastin kur ata do të kenë nevojë për të marrë sqarime për procedurat e votimit. Nga diaspora pritet të votojnë rreth 245.935 votues, ndërsa KQZ njoftoi gjithashtu se ka nisur procesin e përgatitjes teknike të pajisjeve të votimit elektronik që do të zhvillohet në Vorë dhe në 110 në kryeqytet. Furnizimi pa ndërprerje me ujë në të gjithë territorin e vendit, ky është premtimi që kryeministri Edi Rama thotë se do të realizohet plotësisht nëse ai do të jetë në pushtet pas 11 majit. Kryeministri Edi Rama beson se në fund të mandatit të 4, nëse Partia Socialiste fiton sërish, përmbyllet i gjithë programi i furnizimit 24 orë me ujë të pijshëm. Shkop magjik nuk ka, por ama ta përsëris çfarë është bërë dhe çfarë është investuar për ujin e pijshëm
në këto 3 mandate nuk është bërë dhe nuk është investuar në dekada të tëra të marrës bashku. Dhe mos harro në rang vendi, kur ne morëm detyrën kishim vetëm 4 zona urbane me 24 orë ujë. Sot kemi 43 dhe 98 të tjera zona rurale. Në përgjigje të komentuesit në rubrikën online Symsy, kreu i qeverisë u ndal në qytetin e Durrësit duke kujtuar vitin 2013 kur erdhën në pushtet. Kur tim dhe votën kishte 3 orë ujë në ditë, gjithandej. Që kur tim dhe votën kemi investuar për ujin e pishëm në Durrës rreth 60 milion euro. Më shumë se të gjitha vitet e tjera të mbledhura së bashku me përfitues banorët e të gjitha njësive administrative të asaj bashkie, ku të mos harrojmë, s'ka pasur kur ujë 24 orë, se ka rëndësi ta kujtojmë edhe këtë. Atëherë, ne kemi rindërtuar apo ndërtuar krejt nga e para linjat e ujit pishëm në shumë segmente. Furnizimi 24 orë me ujë të pishëm vijon të jetë një ndër objektivat kryesore që majoranca zotohet të përmbush në kërkim të mandatit të 4. Sali Berisha ishte sot në Shkodër për të kujtuar 4 qytetarët e vrarë në protestën antikomuniste të 2 prillit. Ai tha se sakrifica e tyre është një frymëzim për opozitën që të fitojë me forcë betejën për të fituar zgjedhjet e 11 majit. Shkodra përkujtoi sot 34 vjetorin e masakrës të 2 prillit të vitit 1991, ku mbetën të vrarë Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu e Besnik Ceka, si dhe u plagosën 10 qytetarë. Ngjarja e rëndë ndodhi vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve të para pluraliste që u fituan nga Partia e Punës, fitore ndaj së cilës qytetarët e Shkodrës u ngritën në protestë. Para memorialit kushtuar 4 dëshmorëve të demokracisë zhvilluan omazhe kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, familjarët e dëshmorëve e qytetarët të Shkodrës. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar. Sakrifikoj për lirinë dhe votën e saj. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha u bëri apel qytetarëve të Shkodrës që në këtë 2 prill të bashkohen rreth opozitës duke hequr paralele mes diktaturës komuniste e qeverisjes së Partisë Socialiste. Ne nderojmë sot të ditë para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne nderojmë veprat e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet ideologjinë e Dobraçit, të krimit, të terrorit. Dhe kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Ndërkaq para gazetarëve, kryetari i Partisë Demokratike Berisha komentoi marrjen si të pandehur nga Spakut kandidatit Partisë Demokratike Bart Spahia, duke sulmuar kryebashkiakun socialist Benet Beci. Zoti Spahia na nderon dhe shpejt qytetarët e Shkodrës do marrin vesh se kush është ai që i qeveris aty, se ç'përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Gjatë vizitës në Shkodër, kryetari i Partisë Demokratike Berisha takoi edhe familjarët e 4 dëshmorëve të demokracisë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit kaloi sot për gjykim çështjen ndaj ish-kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Bart Spahia. Ai akuzohet se refuzoi të zbatonte vendimin e tokave të zeza të Shkodrës për pezullimin e shkarkimit nga detyra të drejtorit të ujësisë kanalizimeve. Dosja e ish-kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Bart Spahia kaloi për gjykim. SPAK e akuzon atë për pengim të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës. Këtë të mërkur, ai u paraqit në gjykatën e posaçme ndërsa njoftoi se nuk do t'i nënshtrohet gjykimit të shkurtuar. Kështu nuk pranova gjykimin e shkurtuar, kërkova gjykimin normal, pikrisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës. Përdoret ky person për të ngritur një padi ndaj meje, thjesht dhe vetëm për ta përdorur politikisht në një kohë fushate elektorale. Në gjithë veprimtarinë time, si kryetari i Bashkisë Shkodër, kam pas udhërrëfyes vetëm zbatimin e ligjit. I pyetur nëse ka apo jo besim tek gjykata antikorrupsion, Spahia u përgjigj.
Unë besoj tek domosdoshmëria e zbatimit të ligjit dhe respektimit të tij nga çdo qytetar dhe strukturë shtetërore. Sipas akuzës, ish kryebashkiaku i Shkodrës liroi nga detyra administratorin e ujësillës kanalizimeve, i cili e paditi më pas në gjykatë. Më vonë, Spahia emëroi dikë tjetër në këtë detyrë, por ndërkohë gjykata e Shkodrës kishte dhënë vendim që të pezulloheshin aktet e nxjerra nga kryetari i bashkisë. Ka qenë ky vendim që sipas SPAK është injoruar dhe që e vuri Bart Spahi në bankën e të akuzuarit. Ai mori detyrën e kryetarit të bashkisë Shkodër në mars të vitit 2022, pas fitores në zgjedhjet e pjesëshme vendore si kandidat i rithemelimit. Një sasi tritoli ka shpërthyer në një banesë në rrugën Besnik Hidri në Tiranë, si pasojë e shpërthimit ka vetëm dëme materiale. Për pasojë është dëmtuar dera e oborit, janë thyer xhamat, si dhe është dëmtuar një automjet i parkuar aty pranë. Sipas burimeve, banesa është në pronësi të Tonin Qafës, të cilit në vitin 2009 i është vrarë vëllai. Nga ky moment familja Qafa me origjinë nga Fushazi ishte vendosur në Shtetet e Bashkuara, por Tonin Qafa ishte kthyer në Shqipëri muajt e fundit. Një pistë tjetër ku po hetohet është edhe ajo e lidhur me aktivitetin e nipërve të Tonin Qafës në Spanjë, të cilët dyshohet të janë marrë me drogë. Dy persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti të rënd të ndodhur në mesnatë në autostradën Milot-Morin. Sipas policisë, një automjet i Benz ka dalë nga rruga dhe përpasoi dy persona, shoferi dhe një pasagjer, kanë dëruar jetë. Viktimat janë të moshës 50 dhe 35 vjeç. Shkak për aksidentin dyshohet të jetë bërë shpejtësia e madhe. Në ditën botërore të autizmit, mjekët shprehin shqetësimin për rritjen e ndjeshme të numrit të prekurve nga kjo sëmundje. Shtimi i rasteve sipas tyre lidhet më së shumti me faktorët genetik. Shfaqja e autizmit tek fëmijët në botë dhe në Shqipëri është gjithnjë e më shumë në rritje. 1 në 46 fëmijë vuajnë nga çrregullimi i spektrit autik, ndërsa ekspertët tregojnë disa nga faktorët që ndikojnë. Kemi numrin në rritje, po konstatohet nga statistikat e bëra vitet e fundit dhe diagnozat e vendosur nga mjekët vitet e fundit, po shikohet që jemi 1 në 46 fëmijë kryesisht të prekur me çrregullim të spektrit autik. Janë të përfolura disa faktorë që mund të ndikojnë, ku është pjesa genetike, e fëmijës duhet parë pjesa kompozimit genetik, pra kemi fakt moshën e prindërve në momentin e konceptimit, mendohet që mund të ndikoj faktor të tjerë të jashtëm, siç mund të jetë lindja natyrale, cesariane. Keq kuptimet, shëndrimet përjashtuese dhe mungesa e aksesit në informacion vazhdojnë të jenë sfida të mëdha për këta fëmijë dhe familjet e tyre. Sfidat mund të jenë nga më të shumtat, për arsye sepse vërtet ne njohim autizmin si term, por vetë çrregullimet e spektrit autik janë një gamë shumë e gjerë. Dhe jo vetëm që janë një gamë shumë e gjerë që prekin 3 komponentë zhvillimi, që janë stereotipit, gjua verbale dhe jo verbale dhe socializimi me të tjerët, por varet shumë edhe nga shkalla që fëmia, individi është në spektrin autik. Ne mes nesh mund të kemi njerëz të cilët mund të jenë në një shkallë shumë të lehtë, të cilët kemi shoqërohen me to për ditë, nuk mund ta dim, madje ka patur raste që dhe ata vetë nuk e dinin të cilët ishin me autizëm dhe mund të jenë diagnostikuar në moshë shumë të vonë. 2 prilli shënon edhe ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, ditë e cila kujton rëndësinë e pranimit, mbështetjes dhe përfshirjes së personave me autizëm në çdo aspekt të jetës. Prindërit e fëmijëve që vuajnë nga çrregullimet të spektrit autik rrëfejnë betejën për trajtimin e tyre, ata thonë se përballen me vështirësi të shumta dhe me mungesën e mbështetjes. Në Elbasan, rreth 15 fëmijë diagnostifikohen çdo muaj me spektrin e autizmit. Të kesh një fëmijë me autizëm është padyshim një sfidë, por prindrit nuk duhet të lodhen, thotë Eriola Murati, djali i së cilës është 9 vjeç tani. Pastaj mbi moshën 3 vjeç ndryshoi, shikoja që nuk po zhvillohej për moshën që kishte, nuk po fliste për moshën, çdo gjë, filloi të mbyllej në vetvete, nuk donte të shoqërohej, shumë gjëra që nuk do të bënte. Duke parë këtë ecuri, vendosëm të bënim një vizitë, një kontroll,
dhe na thanë që është i prekur nga autizmi. Kjo është diçka që e dha Zoti, kështu që njerëzit duhet ta pranojnë dhe të ndihmojnë fëmijët. Nuk është duke i mbajtur shtëpi, duke mos e treguar, duke mos pranuar problemin, është diçka që i bën keq fëmijës, edhe familjes, edhe shoqërisë të një që të dalin nesër. Ndërsa Nevila Jorgji nga Korça ka 28 vite që kujdeset për djalin e saj Sotirin dhe tregon se për të nuk ka hapësira në qytet dhe nuk u jepet mundësia për angazhim. Dhe atë pyetje vetes çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje kur shtrihen për të fitur. Si do të jetë dita e nesërme e Sotirit? Çfarë aktiviteti do ta përfshijë këto? Ku do të përmblidhet ky Sotiri? Ku do të përfshihen aktivitetet? Çfarë do të bëhet me këta fëmijë? Pikpyetja më e madhe që është jo vetëm për mua, por për të gjithë prindrit. Jemi në situata shumë të vështira. Por ekspertët thonë se prindrit nuk duhet të dorëzohen përpara një vështirësie të tillë, por të gjejnë kurajon dhe t'i dërgojnë fëmijët e tyre për terapi, pasi është e vetmja mënyrë që ata të kenë një jetë normale. Nëse ndjekin rregullisht të gjithë terapit që grupi vlerësimit i ka sugjeruar dhe i ka rekomanduar, nëse prindi punon ato që terapisti rekomandon për në shtëpi dhe nëse edukatori apo mësuesi bën punën e tij në kopër shkollë dhe në çerdhe, atëherë po. Kemi përmirësim dhe bëhen të vetë aftë, vetë autonom për jetën e tyre. Ndërkohë, përveç mesazhit për prindrit, apeli nga ekspertët është edhe për të gjithë shoqërinë, për pranimin dhe mbështetjen në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre. Zonja dhe zotërin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.